Një emër që nuk do dha çmund për ta shpjeguar, sapo I themi disa tituj të këngëve do e kuptoni se për kë bëhet fjalë. Kush ka faj, Leila, Vajzat, Dëgjoni këngën time e shumë të tjera I ka dhënë shpirt ai me vokalin e magjishëm. Është ky Erion Korini artisti nga Fieri që mbaroi shkollën e muzikës, pastaj jetoi në kryeqytetin shqiptar e filloi daljet nëpër festivale. Pra, ky është Erioni I cili pas shumë kohëve mungesur I kthye me një intervistë ekskluzive. Unë aktualisht drejtoj Radio Ora News, është një radio informative. 2-3 dalje të mia në kamerë, në spektakle që organizohen brenda radio televizionit Ora, I kam bërë më shumë për hatër të shefit, sepse vetë nuk është se kam shumë qef kamerën. Edhe kur bëja videoklipe në fillimet e mia muzikore, nuk kisha qef të përballesha me kamerën. Më krijonte siklet kamera, nuk jam tipi që dua të shikoj veten. E për këtë gjë, ai ka një ndodhi interesante që e kujton me nostalgji. Kur ndalonin ndonjëherë policët rrugës në kohën që bëja muzikë, më kërkonin në një disk të timin që na jepni një disk tani ta dëgjojmë. I thosha mbase jam nga këngëtarët vetëm që nuk mbaj veten time në makinë. Nuk para kam qef të shikoj veten dhe të dëgjoj veten time. Teatër janë për mua. Derisa flet për këto arsye, ai përmend edhe klikime duke u krenuar me të drejtë për këngët që sot asaj dite dëgjohen e madje kanë arritur që t'i rezistojnë kohës. Erion Korini thekson që dhe koncertet atëherë nuk paguheshin edhe aq. E tani është e lehtë të depërtohet sepse albumi është në rënje, ama mbrëmjet muzikore të sjellin lek. Kishim ne hite, nuk ka qenë I përhapur interneti apo YouTube-i, ka qenë shumë pak, për mos thënë fare. Sepse unë mendoj që dueti me Greta Koçin për shembull sot mund të kishte, nëse do dilte sot, si në atë kohë, mund të kishte shumë klikime, mund të kishte miliona. Shumë këngë të tjera të mia që kanë dalë në atë kohë mund të kishin miliona klikime. Por fakti që kanë dalë në një kohë kur nuk ishte I përhapur YouTube-i, është logjikshme që s'kan. Unë nuk jam ai njeriu që ndihem keq që s'kam klikime dhe të paguaj njerëz që të mishtojnë, sepse nuk më intereson fare kjo pjesë. Gazetar, këngëtar, apo lexues reklamash a dokumentarësh. Është më mirë t'i bësh të gjitha. Është mirë të provosh të gjitha. Të vjen jeta vetëm një herë. Dhe gjitha dëshirat që të lindin natën, të gjitha ato pasione që të kanë dhënë ty sinjale që mund t'i bësh, provoje. Sepse ka shumë gjëra të bukura në jetë. Mund të bëhesh peshkatar, si puna ime, mund të jesh një kuzhinier I mirë, mund të jesh një eksplorues I mirë, mund të jesh një lexues I mirë reklamash apo dokumentarësh. Pra, çfarë të thotë dëshira, pasioni në darkë kur flet me veten, të nesmen merr guximin dhe bëje. Unë mendoj që është mirë që njeriu të eksplorojë në jetë, ti bëj të gjitha. Pse jo? Pse duhet të pozicionohesh vetëm si këngëtar edhe tërkohës të drejtohesh njerëzve si ajo figura statike që ky vetëm këndon. Loja vajzat, ty nuk je njësoj, sa po shikoj njërën, tjetrën e haroj. E po pas gjithë këtyre rrëfimeve nga ana e artistit Korini, sigurisht që po pyesni sa do të ketë një rikthim të tij si këngëtar. Janë bela. Të jem I sinqert në studion ku unë punoj me kompozitorin Gramon Skozeli, është miku im I ngushtë, janë më shumë se 12 materiale këngë, të cilat shikohen, rishikohen, mendohen, pastaj unë përsëri I rimendoj dhe them jo, nuk do e nxjerrim. Kam një kështu, kam një ngërç, I themi ne këtej. Një ngërç që nuk e di pse, po më mban peng për mos t'i nxjerr këto materiale. Do doja shumë për faktin se përtej asaj dëshirës për të dalë personalisht në ekran, më vjen keq për zërin, sepse mendoj që kam një zë të mirë, nuk kam asnjë merit për këtë zë, ma ka falur Zoti, dhe më vjen keq ndonjëherë që e kam lënë kështu në pauzë. Ka shumë vite që e buaj brenda, pse unë dam papritur për një vogël si. U kthyen pas në kohë duke e bërë atë të kujtohet për vitet e arta të karrierës së tij, cilën këngë ka për zemër e që asnjëherë nuk ka përtuar ta këndoj. Se dim që kemi bërë gabim. Nxini më të mirën tuaj në pa.
Mundohuni të jepni mesazhe të mira për ata që ju dëgjojnë, sepse keni një ndikim shumë të madh tek rinia. Mos sillni tekste dhune, mos sillni tekste me brasje, tekste me drog. Sillni mesazhe të mira, sepse njerëzimi ka shumë nevojë për këto gjëra. Është e njëjta gjë me atë çfarë doni për familjarët tuaj. Ato fjalë që do ja thoshit familjarëve tuaj, thojani edhe njerëzve në publik, në këngët tuaja. Është po e njëjta gjë. Mos jepni mesazhe dhune, sepse po shohim që po ndikojnë jashtëzakonisht keq në rinin.